Presidenti i Rusisë Vladimir Putin raportohet se ka shtuar masat e sigurisë pas zhvillimeve të fundit në arenën globale, ku thuhet se ai po qëndron i strehuar në një bunker që nuk depërtohet lehtësisht, teksa nga ana tjetër para disa ditësh pati një bisedë telefonike e cila zgjati 1 orë 50 minuta me presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Nga ana tjetër është folur edhe për luftën në Ukrainë, përveç asaj që po ndodh në lindjen e mesme. Për gjitha këto zhvillime dhe për çfarë po ndodh në Ukrainë në luftën e nisur që prej 24 shkurtit të vitit 2022 që ende nuk ka gjasa apo shenja përfundimi, do të kemi kënaqësinë të lidhem drejt për së drejti me Misha Pumon, gazetarin shqiptar në Rusi, i cili na flet drejt për së drejti nga Moska. Misha, mirëmbrëma, kënaqësi si gjithmonë. Mirëmbrëma Bes. Gjithmonë për mua kënaqësi. Çfarë ka të vërtet në lajmet se Vladimir Putin është izoluar në bunker pas zhvillimeve të fundit në arenën ndërkombëtare? Në një farë mënyrë masa sigurie për Vladimir Putinin janë marrë gjithmonë dhe nuk është asnjë gjë e re, domethënë që ai survejohet dhe ruhet nga forcat e veta të sigurisë. Nuk ka asnjë gjë më tepër besoj se sa herët e tjera, sepse kur për shembull ai kalon nëpër rrugët e Moskës, bllokohet gjithë Moska ku kalon ai, prandaj masat e sigurisë janë të jashtëzakonshme dhe gjithmonë, jo vetëm tashti. Dakor, po, të bllokohet Moska ku kalon ai, të ketë masa të shtuara sigurie është një gjë, dhe të futet në një bunker, kam përshtypjen që kjo është diçka tjetër pastaj zoti Pumon. Po kush e pa që u fut në bunker, më falni se neve nuk tash ti s'dim gjë, neve mirë që na tregoni ju andej që u fut në bunker ai. Jo, dakor. Prandaj pash një artikull nga një gazetar italian i cili kishte folur për gjitha masat frik nga bombardimet dhe frik nga atentatet. Dhe pastaj një gazetar në Moskë është një zë i besueshëm të cilin ne marrim dhe e pyesim. Kështu që prandaj shërben ky komunikim së bashku, po. Pra ju thoni që nuk e vënë dyshim. Por në fakt ka një pjesë domethënë të vërtetës në këto fjalë, në kuptimin që situata është, le të themi, e nder në vend dhe e nder ajo është jo sepse diçka kërcënon Putinin vet. Kjo është problemi i fundit që i intereson shumicën e rusëve, besoj, por problemi është që situata po agravohet në për sa i përket goditjeve të reciproke të dyja palëve me viktima civile dhe me le të them depërtimin, penetrimin e raketave dhe dronëve gjithmonë më shumë në thellësi të vendeve respektive. Kjo është domethënë tema kryesore që le të themi shkakton shqetësime në Rusi. Për sa i përket atyre kam dëgjuar dhe unë që shqyrojnë serbimet e sekrete të një vendi që kanë domethënë thënë që flitet që ish ministri i mbrojtjes Sergej Shoigu ka ndërmend të bëj atentate dhe të bëj puç ndaj Putinit. Le të flasin në mënyrë të qetë, domethënë për të analizuar këtë situatë, domethënë. Shoigu është një nga njerëzit më të besuar, më le të themi që Putini e ka ndjekur gjithmonë Putinin dhe ata janë aq miq me njëri tjetrin sa shkojnë bashkë në gjuhë e tij për të gjuajtur kafshë e egra në pyjet e Siberisë me armë në dorë. Pra, besimi është maksimal. Shoigu është i vetmi i paprekshëm i gjithë Ministrisë së Mbrojtjes dhe stafit që pastaj u arrestuan. Nga Shoigu u arrestuan 6 persona zëvendësministra të mbrojtjes për akuza korrupsion. Dhe tonë që për shembull vështirë që Shoigu ka qenë për shembull i papërfshirë në këto gjëra, megjithatë lidhje me Putinin e la të lirë dhe e la në një post të konsiderueshëm. Pra, këto janë sajesa dhe të sajesat të sajuara shumë keq. Unë nuk kam dëshirë dhe nuk kam as interesin të mbroj dikë apo atë. Nuk e vëmë dyshim. Realiteti është i tillë që iluzionet informata jo se ai po është duke vdekur, herë se po bëjnë atentate. Kuptohet që kjo është një lojë e zbulimeve sekrete të vendeve opozitare Rusisë për të destabilizuar situatën në vend sigurisht. E qartë. Ndërkohë, flasim pak për telefonatën e cila zgjati 1 orë 50 minuta midis presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin. Shtëpia e Bardhë tha se u diskutua për një sër çështjesh që nga lufta në Ukrainë dhe zhvillimet edhe në lindjen e mesme. Çfarë tha Kremlini zyrtar, nëse tha diçka për këtë telefonat, zoti Misha?
Biles Kremlini zyrtar tha më tepër se sa administrata amerikane në këtë drejtim. Aty domethënë ndihmësi i Putinit Ushakov deklaroi që në radhë të parë domethënë presidenti rus i shprehu presidentit amerikan mbështetjen dhe indinjimin për atë atentatin e mundshëm që mund të organizohej me atë personin që u fut në sallën domethënë ku ishte ajo mbëmja në Washington, pra e mbështeti. Biseda u zhvillua në një frym mirëbesimi dhe miqësie, deklaruan të dyja palët. Pastaj folën gjatë e gjerë për Ukrainën dhe për lindjen e mesme, dhe për herë të parë, nëse më përpara presidenti Trump deklaronte kur Putini është ofruar disa herë për të bërë ndërmjetësin, për të ndihmuar, le të themi, në zgjidhjen e çështjes së lindjes së mesme dhe të Iranit, presidenti amerikan përpara deklaronte që Putini më mirë të zgjidhë problemin në Ukrainë se me Iranin merremi vetë. Tashti ai e falenderoi Putinin dhe ishte mirënjohës që nëse Rusia do të bënte ndonjë hap për zgjidhjen e kësaj çështje. Pra, në këtë drejtim kuptohet që edhe Rusia mund të bëjë një, le të themi, mund të ndikojë, sepse dy ditë përpara se të fliste me presidentin Trump, në Peterburg ishte ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi dhe foli kokë në kokë me Putinin dhe me tashti në të gjitha hollësirat e bisedimeve do të sigurisht nuk njoftohen, por përveç kësaj ai pruri Putinit dhe mesazhin e Khomeini. Përpara kësaj ai foli edhe me presidentin iranian Peshkezhian për domethënë mundësinë e bashkëpunimit të mëtejshëm. Rusia i ka shfaqur Iranit çdo lloj mbështetje, por sidomos akcenti vjet më tepër në bashkëpunimin ekonomik dhe në anën humanitare. Sigurisht edhe në projekte ushtarake, por në këtë drejtim mendoj që edhe Kina është domethënë e përfshirë dhe sigurisht që Irani ka një farë ndihme domethënë informative dhe të shërbimeve sekrete, mendoj, edhe nga Rusia, por edhe nga Kina. E qartë. Ndërkohë duhet ndalem pak tek marrëdhënia midis presidentit Donald Trump dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin, se nga njëra anë Trump thotë që Putin është i çmendur, nga ana tjetër i kushton gati 2 orë kohë në periudha kaq të ngarkuara dhe kaq të trazuara për të folur me të, sikur ta kishte një prej aleatëve dhe miqve më të afërt. Çfarë ulje ngritjesh ka marrëdhënia e tyre, zoti Misha? Unë do t'i referosh një telefon tjetër sot që ka ndodhur mes Lavrovit dhe sekretarit të shtetit amerikan. Dhe ata, domethënë, patën një bisedë shumë miqësore, siç deklarua, dhe kontrolluan orët dhe timetable, si i thonë, të takimeve të ardhshme të tyre. Pra priten takime të vazhdueshme mes palëve. Pra është një frym, le të themi, në sa mund të jetë një frym mirëbesimi mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë, është një pyetje, por edhe pikpyetje. Por gjithsesi duket që palët mundohen të mirëkuptojnë njëra tjetrën. Nuk ka acarime në këtë moment. Edhe Rusia të paktën në mënyrë, le të themi, të vazhdueshme mundohet që të përveç marrëdhënieve që ka me Iranin, në një farë mënyrë të jetë e kujdesshme ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, pa i acaruar ato, domethënë. Në këtë drejtim Putini ka një, le të themi, një qasje të qartë që me Shtetet Bashkuar të Amerikës mundohen të kenë të paktën një kanal komunikimi të vazhdueshëm. Dhe ky kanal komunikimi i vazhdueshëm, sa mund të shërbejë për të zgjidhur diçka në lidhje me luftën në Ukrainë, duke marrë parasysh se atje vazhdon pra lufta mes palëve dhe nuk ka asnjë gjas për t'i dhënë fund asaj, pavarësisht përpjekjeve që kanë nisur prej kohësh midis delegacioneve, zoti Misha? Unë mendoj që vërtet situata është e nder, domethënë pavarësisht nga shpalljet e ampushimit nga njëra apo nga tjetra palë, lufta do të vazhdojë dhe do vazhdojë ka të ngjarë gjatë. Sigurisht presidenti Trump po përpiqet në fakt dhe ka bërë shumë për të ulur palët në tryezën e bisedimeve dhe për të ndaluar të luftën të vërtetë. Ka bërë atë që ka mundur, domethënë duke mos haruar ama që Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe sot e kësaj dite po e ndihmojnë në mënyrë të ndjeshme Ukrainën me informacione, zbulimi, me lidhjet domethënë me Starlink,
që janë vendimtare për koordinimin e veprimeve të ushtrisë në fushën e betejës. Prandaj ndihma e amerikanëve është akoma jashtëzakonshme për Ukrainën. Pa atë, Ukraina do ta kishte shumë të vështirë të vazhdonte, domethënë, rezistencën. Nga ana tjetër, domethënë, ndihmat amerikane janë kufizuar dhe më tepër ato domethënë shkojnë si shitje domethënë të armëve atyre partnerëve perëndimor që pastaj ja kalojnë Ukrainës në një farë mënyrë, por kjo formë logjistike ka vështirësuar furnizimin me armë të Ukrainës nga njëra anë. Nga ana tjetër ka ngadalësuar le të themi atë furnizimin me armë, nga ana tjetër Rusia gjithashtu nuk le të themi që me luftën e intensifikuar të dronëve, situata në fushën e betejës ka ngelur si një fushë, si një lloj shahu pat. Pra asandejas këtej, ushtria ruse po avancon me shumë ngandalësi dhe më tepër në zona të veçanta, në përgjithësi ndime të mëdha të frontit nuk ka, siç ka qenë ajo pjesë e Donbasit që ka ngelur rreth 17% e territorit të Donbasit, mos gaboj, që ka ngelur domethënë Ukrainës, pjesa tjetër 83% është e Rusisë dhe aty ka ngelur. Është e pamundur teknikisht bile flitet që të vazhdosh luftën, domethënë të bësh mësymje në front të konsiderueshme pa pasur humbje të jashtëzakonshme me njerëz dhe materiale, pasi dronët kontrollojnë gjithçka. Gjithë zona, domethënë e ndërluftimeve, është një zonë e errët, një zonë e kontrolluar totalisht nga dronët e dyja palëve. Sa ka ndikuar lufta në lindjen e mesme midis Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në një lloj largim vëmendje nga ajo që po ndodh në Ukrainë, zoti Misha, dhe me gjithë pastaj pasojat dhe efektet që ka një largim i tillë vëmendje nga fuqitë ndërkombëtare? Sigurisht që ka ndikuar dhe ka ndikuar shumë. Ka ndikuar shumë në radhë të parë, siç e folëm edhe pak më përpara, për sa i përket logjistikës furnizimit me armë të Ukrainës. Sepse tashmë ushtria amerikane ka nevojë vetë për ato armë dhe në radhë të parë i përdor në lindjen e mesme, duke furnizuar Izraelit, duke i përdorur vetë, dhe për këtë arsye më pak i mbetet te ari Ukrainës. Nga ana tjetër, mos harrojmë interesin ekonomik dhe përfitimin që ka Rusia, po dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës sigurisht, nga ana ekonomike flasim, për sa i përket çmimit të naftës që ka shkuar, mos gaboj, mbi 120-125 dollar për barel. Dhe kjo është një gjë jashtëzakonshme, për shembull duke pasur parasysh që nga për shembull Europa deri tani vetëm nga fillimi i luftës në lindjen e mesme, ky është një të dhënë e mass mediave perëndimore, që vendet perëndimit kanë mbipaguar 30 miliard dollar tashti, domethënë vetëm për sa i përket naftës dhe gazit të blerë, pra. Domethënë janë harxhime të tepërta që ka bërë perëndimi. Ndërsa të njëjtat gjë domethënë mund të themi që ka përfituar Rusia në përmasa shumë të mëdha, sepse çmimi është jashtëzakonshëm. Ku flitej më përpara që sanksionet do të bazoheshin në 45-50 dollar për barel, tash çmimi është shpesë. Pra, për më tepër investime për ekonominë ruse dhe rrjedhimisht edhe për industrinë e luftës. E qartë. Ndërkohë, nga ana tjetër, çfarë ndodh me territoret me këtë 83% të rajonit të Donbasit që tashmë e ka pushtuar Rusia dhe vetëm 17% i ka mbetur Ukrainës. Faktori ndërkombëtar, siç thoshte edhe një vend shumë i rëndësishëm i Bashkimit Evropian, që Ukraina do të jetë detyruar të lëshojë nga territoret e saj në mënyrë që lufta të përfundojë. Do t'ia kërkojnë që gjithë rajonin e Donbasit, gjithë këtë sipërfaqe të madhe që është pushtuar deri në këtë momente, ta lërë dhe t'i kalojë tashmë de facto Rusisë, zoti Misha? Po, edhe sikur të arrihet paqja, unë mendoj që ky territor do të pranohet që është i humbur, po jo de jure, domethënë që do të pranohet Rusisë. Kështu mendoj të paktën Ukraina nuk do ta pranonte, domethënë të akt domethënë të dorëzimit të territorit në mënyrë të tillë, po do të vojë një forfea, pastaj një vit demarkacioni që mund të ndante të dyja ushtrisë, pastaj kushtet e tjera që janë domethënë për sasinë e ushtrisë të inkuadruar në këtë proces. Por është për të vënë re që Rusia po bën luftime tashti përgjat kufirit të vet për të spostuar disa kilometra, nga 5 deri në 10 kilometra, le të themi përqendrimit e forcave të Ukrainës, dhe aty po krijohet edhe aty një zonë e errët që mund të jetë një plan për paqen në të ardhmen. Pra mund të jetë përveç atyre zonave ku vazhdojnë luftimet,
Gjithashtu dhe në kufirin ekzistues mund të jetë një zonë e errët, domethënë që mund të jetë si zonë asnjanse, ku mund të bëhet si vijë demarkacioni. Gjithsesi, tashti situata është e nder, po themi që sot ka pasur sulme të jashtëzakonshme nga të dyja palët në thellësi të territoreve përkatëse. Raketat ukrainase Flamingo, që janë një prodhim i përbashkët me vendet perëndimore, mos gaboj, aty janë përfshirë britanikët, Franca dhe Gjermania. Këto raketa kanë deportuar dhe kanë goditur objekte deri në 2000 kilometra nga fronti, pra në zonën e Hanti-Mansis, kur ka rënë një raket, pastaj ka goditur një raket tjetër në zonën e Pelgut të Volgës, dhe ka pasur dhe viktima në popullat civile, domethënë ka pasur plagosur dhe një të vrarë. Pra, domethënë goditjet kanë qenë në thellësi. Dhe Rusia është hakmar dhe më e keqja është se përpara janë festat e maj, që në Rusi janë festat e shenjta, që është 9 maj, dita e fitores mbi nazizmin, dhe në qoftë se ka bërë një deklaratë për këtë arsye Ministria e Mbrojtjes ruse, që ka deklaruar që i këshillon qytetarëve të Kiev dhe diplomatëve të largohen nga Kievi në datën 9 maj. Sepse në rast, domethënë, sulmimit të paradës organizuar në Moskë, do të bëhet goditje e rëndë ndaj qendrës së Kievit. Dhe për këtë arsye, domethënë, kanë paralajmëruar. Kjo mund të jetë pa egzagerim dhe përdorimi i ndonjë rakete Oreshnik, dhe sigurisht për momentin jo armë bërthamore, por Oreshnik mund të përdoret dhe kjo gjithsesi mund të sjellë dëmet e jashtëzakonshme në fuqi njerëzore dhe materiale. E qartë. Shumë faleminderit për raportimin, Misha, gjithmonë kënaqësi bisedat së bashku. Faleminderit. Faleminderit.